Kryeministri Edi Rama ka pranuar ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për të bërë pjesë e nismës ndërkombëtare Bordi i Paqes përmes një letre dhe postimi në X. Rama nënvizon se Shqipëria qëndron me vendosmëri pranë SHBA-ve në përpjekjet për paqe, siguri dhe angazhim global. Ai e cilëson Bordin e Paqes si një instrument konkret, jo thjesht forum deklaratash, për menaxhimin e pas konflikteve dhe ndërtimin e stabilitetit. Bordi i udhëhequr nga Trump synon administrimin tranzitor të Gazës, rindërtimin e infrastrukturës, sigurimin e paqes dhe angazhimin e një force ndërkombëtare stabilizuese. Shqipëria do të paraqesë angazhimin e saj për miratim në kuvend. Pas përgjigjes së kryeministrit Edi Rama ndaj presidentit amerikan Trump, socialistët po përgatiten për procedurat institucionale. Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave, aderimi i Shqipërisë kërkon ratifikim në kuvend. Burimet bëjnë me dije se seanca mund të mbahet së shpejti, ndërsa kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla ka njoftuar deputetët përmes një SMS-je në celular të jenë gati për prezencë. Irena Gjoka, gjyqtare e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, rrezikon të përjashtohet nga sistemi i drejtësisë pas verifikimeve të prokurorisë së përgjithshme lidhur me ligjin e dekriminalizimit. Sipas prokurorisë së përgjithshme, ajo ndodhet në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionit, pasi nuk ka deklaruar në formularin e vetdeklarimit një dënim të mëparshëm në Greqi. Rezultatet e verifikimit janë përcjell Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili do të vendosë për fatin e saj. Nëse ligji zbatohet, karriera e Gjokës do të ndërpritet, duke e bërë atë gjyqtaren e parë të gjykatës së posaçme që largohet nga sistemi pas kalimit të vettingut. Gjoka ka qenë në qendër të debatit publik për vendimet e saj ndaj Berishës, Metës dhe Belerit, çka e ka bërë çështjen edhe më të ndjeshme politikisht dhe institucionalisht. Partia Demokratike i kërkon SPAK-ut të përfundojë menjëherë hetimin ndaj gjyqtares së gjykatës speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Irena Gjoka, e cila rezulton e dënuar në Greqi dhe ka fshehur këtë në formularët e vetdeklarimit. Partia Demokratike përmes kreut të grupit parlamentar të saj Gazmend Bardhi e cilëson situatën si shkelje të rëndë të kushtetutës dhe falsifikim dokumentesh, duke vënë në dyshim vendimet e Gjokës në gjykatën e posaçme. Opozita paralajmëron se vonesa e hetimeve rrezikon besimin publik dhe integritetin e sistemit gjyqësor, duke kërkuar veprim të menjëhershëm penal për gjyqtaren. Kryeministri Edi Rama vijon të ushtrojë presion ndaj gjykatës kushtetuese për çështjen e pagave. Bëhet fjalë për një kërkesë të bërë në kushtetuese nga Unioni i Gjyqtarëve, i cili ka kërkuar rritje të pagës së gjyqtarëve me rreth 800 euro. Kjo çështje ka shkaktuar debat që në muajin qershor të vitit të kaluar, periudhë kur u depozitua padia. Në atë kohë Edi Rama reagoi ashpër duke ushtruar presion ndaj gjykatës kushtetuese, por rasti u zvarrit dhe seanca po mbahet ditën e sotme. Teksa gjyqtarët janë duke dëgjuar palët, Rama ka reaguar paralelisht në rrjetet sociale duke shtuar presionin. Kryeministri ja bën të qartë gjykatës kushtetuese se kërkesa nuk duhet pranohet, ndërsa nga ana tjetër kreu i qeverisë duket se po i thurë elozhe SPAK-ut. Ky është një skandal logjik, moral, ligjor dhe kushtetues, të cilin uroi që gjykata kushtetuese të mos e lejojë kurrësesi të kthehet në një turp kombëtar. Respekte për SPAK-un që nuk ju bashkua kësaj marrë babzie në emër të pavarësisë së gjyqësorit, shpreh kryeministri Rama. Shqipëria prezantoi sot 12 nisma ligjore për afrimin me Bashkimin Evropian. Kryenegociatorja Majlinda Dhuka theksoi se viti 2026 është vendimtar për mbylljen e negociatave dhe se nismat synojnë dekriminalizimin e shpifjes ndaj gazetarëve. Një ligj i ri për lobimin do të krijojë regjistra të detajuar, ndërsa Toni Gogu njoftoi një platformë të re për mediat dhe ndryshime në ligjin audioviziv për transparencë mbi pronësinë e mediave, duke lajmëruar kështu atë që pritej luftë ndaj mediave që i demaskojnë korrupsionin. Mirpo ministri Adea Pirdeni tha se këto masa synojnë forcimin e llogaridhënies dhe parandalimin e korrupsionit. Deputetët e opozitës kanë kundërshtuar ashpër në byron e kuvendit vendimin e sekretariatit të etikës për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare pas tensioneve në seancën e kaluar. Mbledhja u zhvillua pa praninë e mediave, gjë që opozita e konsideroi të papranueshme. Klevis Balliu dhe Albana Vokshi e cilësuan vendimin si politik dhe të diktuar nga kryeministri Edi Rama, duke e quajtur jo mas disiplinore, por pezullim fakti të mandatit. Ata mohuan akuzat për rrezikim jete dhe thanë se synohet mbyllja e zërit opozitar. Nga ana tjetër, Tauland Balla justifikoi përjashtimet me përdorimin e lëndëve tymuese gjatë seancës së 18 dhjetorit, duke ju referuar ligjit për lëndët piroteknike dhe duke theksuar se mbledhjet e byros janë gjithmonë të mbyllura. Pas mbledhjes, Flamurnoka deklaroi se përjashtimi i 6 deputetëve është zgjatur deri në mes të marsit, në kundërshtim me rregulloren, dhe paralajmëroi se vendimi do të dërgohet në gjykatë.
Nesër bëhen 15 vite nga masakra e 21 janarit 2011, ku 4 persona u vranë gjatë protestës së Partisë Socialiste. Deputeti socialist Erion Braçe rikujtoi fjalën e tij në Kongresin e Partisë Socialiste dhjetor 2023, duke kërkuar drejtësi dhe duke e quajtur ngjarjen pushkatim politik nga shteti për shkak të përdorimit të forcës vdekje prurse në shkelje të ligjit. Braçe thekson se asnjë prej përgjegjësve nuk është dënuar dhe se imuniteti për ngjarjen ka zgjatur 15 vite. Më 12 mars 2024, gjykata e lartë pas vendimit të Strasburgut urdhëroi SPAK-un të hetojë ngjarjen si krim shtetëror, duke përfshirë përgjegjësinë e drejtuesve të lartë, përfshirë Sali Berishën, Lulzim Bashën dhe Andrea Prendin. SPAK ka regjistruar procedimin penal dhe ka marrë në pyetje edhe ishullëheqësit politik. Kryeministri Edi Rama ka kritikuar ashpër dështimin financiar dhe cilësinë programore të RTS-s, duke deklaruar se institucioni nuk meriton më fonde nga buxheti i shtetit dhe se nuk përjashtohet as mbyllja apo privatizimi. Ai e cilsoi RTS-n si shembull të keq menaxhimit dhe borxheve të vazhdueshme. Në të njëjtën kohë, qeveria po përgatit trafishimin e taksës së televizorit nga 1200 në 3600 lekë në muaj për familjarët dhe rritje edhe më të madhe për bizneset çka pritet të sjellë RTS-s, rreth 30 milionë euro shtesë në vit. Vendimi sipas burimeve është marrë para deklaratave publike të Ramës me ngritjen e një grupi pune në Ministrinë e Financave. Aktualisht RTS-ja ka rreth 28 milionë euro buxhet vjetor, ndërsa pas rritjes së taksës ky fond do të shkojë mbi 55 milionë euro, pavarësisht se KLSH ka konstatuar abuzime në rreth 60% të shpenzimeve të institucionit. Kuvendi i Shqipërisë pritet të hapë një kanal të posaçëm televiziv, një projekt që në fazën fillestare do të kustojë rreth 500.000 euro. Propozimi është paraqitur në byron e Kuvendit dhe parashikon krijimin e një media hub modern me shërbime të integruara të inteligjencës artificiale. Sipas dokumenteve, Media Room do të funksionojë si një redaksi televizive e përhershme brenda Kuvendit, në bashkëpunim të ngushtë me RTS-n për transmetimin e veprimtarisë parlamentare në kanalin RTS Kuvend. Projekti synon informimin, analizimin dhe edukimin e publikut mbi proceset ligjvënëse. Në fazën e parë parashikohet staf minimal, prodhim kronika, intervistash dhe transmetimesh live, si edhe ndërtimi i një platforme publike me arkiv digital, analiza, shërbime për media e deputet dhe ndërveprime qytetarët. Qëllimi zyrtar është rritja e transparencës dhe komunikimit institucional të Kuvendit. Kryetari i Partisë Mundësia Agron Shehaj ka thirrur në interpelancë në Kuvend ministren e Brendshme Albana Koçiu pas zbulimit të një aktiviteti të paligjshëm në Tiranë, ku qytetarët evropian mashtroheshin përmes investimeve në kriptomoneda. Shehaj kërkon shpjegime pse ky rrjet nuk u zbulua nga policia e shtetit, por nga një emision investigativ italian. Në një video në rrjetet sociale ai akuzon policinë për mbështetje të krimit dhe dekonspirim të aksioneve të SPAK-ut, duke thënë se mashtrimi zhvillohej hapur në një kull në qendër të kryeqytetit. Sipas tij, policia nuk veproi dhe paralajmëroi autorët, duke bërë që arrestimet të dështojnë. Shehaj thekson se interpelanca synon të zbardh përgjegjësitë institucionale, ndërsa denoncon lidhjet mes krimit dhe policisë, të cilat sipas tij cënojnë rënd drejtësinë dhe sundimin e ligjit në Shqipëri. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia, i cili ndodhet në paraburgimin e Durrësit, ka depozituar një kallëzim penal në Prokurorinë e Tiranës për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve. Ai pretendon se një dëftes njoftimi gjyqësore figuron një nënshkrim i falsifikuar në emër të tij, si të ishte njoftuar për një vendim të gjykatës së posaçme të apelit. Velia i deklaron se nuk ka firmosur kurrë dokument të tillë dhe se nuk është njoftuar ligjërisht për vendimin që i mohon të drejtën e rekursit në gjykatën e lartë. Sipas tij, kjo sonon të drejtën kushtetuese për ankimim dhe sigurinë juridike. Ai kërkon regjistrimin e procedimit penal, ekspertim grafologjik dhe hetim të plotë të personave të përfshirë, ndërsa edhe Burgu i Durrësit ka konfirmuar se nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar për këtë vendim. Ndërkohë, kujtojmë se Alban Dokushi është rikthyer në funksionin e sekretarit të përgjithshëm të Bashkisë Tiranë. Vendimi është dhënë sot nga gjykata administrative, të cilës i ishte drejtuar Dokushi pasi kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës Anuela Aristani e kishte shkarkuar nga detyra. Me vendimin e gjykatës, Dokushi duhet rikthehet në pozicionin e tij pasi administrativja i ka konsideruar të pavlefshme urdhrat e Aristanit. SPAK-i ka komunikuar akuzën për shpërdorim detyre Elvis Roshit, ish kryebashkiak i Kavajës, për periudhën 2013-2014. Hetimet lidhen me tender të bashkisë për fshirje konstruksionin e qendrës dhe mbjelljen e pemëve dekorative, ku nga abuzimet rezulton dëm ekonomik rreth 33 milion lekë. Në disa raste ofertuesit me çmimet më të ulta janë përjashtuar padrejtësisht. Hetimi nisi pas raporteve të KLSH-s dhe kallëzimeve në Prokurorinë e Kavajës në 2015, më pas kaloi te SPAK-u. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar vendosi kalimin e hetimeve te Prokuroria e posaçme, duke refuzuar pushimin e procedimit penal. Roshi ishte ndër politikanët e parë që ju ndërpre mandati për shkak të ligjit të dekriminalizimit, pasi rezultoi se kishte fshehur rekorde kriminale jashtë vendit në formularin e vetdeklarimit. Një
ngjarje tragjike ndodhi në aksin Fushkruj Mamura zgjatorëve të para të mëngjesit të sotëm, ku një konflikt fizik mes dy personave përfundoi me vrasjen e 57 vjeçarit Petrit Ndohu. Sherri nisi për shkak të një gërvishjeje në makinë mes Ndohut dhe 28 vjeçarit Andi Vokri. Pas ofendimeve dhe përplasjes fizike, Vokri e qelloi Ndohun disa herë me çekiç, duke e lënë të vdekur në vend. Në dëshminë e tij në polici, Vokri pranoi se nuk kishte pasur qëllim ta vriste, por situata e nxori jashtë kontrollit dhe konflikti u intensifikua papritur. Një operacion ndërkombëtar i koduar Stër Luan goditi një organizatë të fuqishme kriminale me bazë në Shqipëri dhe rënë në Itali, duke çuar në arrestimin e 9 personave, 8 shqiptar dhe një italian, të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge. Operacioni u koordinua nga policia e Reggio Emilias dhe prokuroria e Bolognas, me kontrolle të kryera edhe në Francë, Spanjë dhe Shqipëri. Hetimet zbuluan se organizata importonte kokainë, hashash dhe marijuanë nga Amerika e Jugut dhe Europa, duke përdorur platformën e koduar Sky ECC për komunikim. Vetëm gjatë 6 muajve ata shpërndan mbi 200 kg kokainë dhe 1000 kg hashash e marijuanë me miliona euro të përfituara. Operacioni shkatroi strukturën udhëheqëse të organizatës, duke identifikuar gjithsej 15 persona në hetim dhe sekuestruar drogë dhe para në kontrollin e Brescias. Fermerët e prekur nga përmbytjet e 2 javëve më parë kanë protestuar sot përpara Bashkisë së Maliqit, duke kërkuar dëmshpërblim nga shteti për dëmet e mëdha të shkaktuara në bujqësi. Sipas tyre, përmbytjet kanë shkatruar prodhimet dhe kanë rrezikuar seriozisht të ardhurat e familjeve bujqësore. Protestuesit theksojnë se humbjet janë të konsiderueshme dhe se deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje konkrete nga institucionet. Ndërkohë, protesta u monitorua nga forca të shumta të policisë të pozicionuara pranë godinës së Bashkisë. Përmbytjet e fundit kanë prekur disa qytete të vendit nga veriu në jug, duke shkaktuar dëme të rënda në sektorin bujqësor dhe duke nxitur reagimin e fermerëve për mbështetje financiare nga shteti. Skandali me votat e kandidatëve në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit në Kosovë detyroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kryejë një rinumërim të plot në 2557 vendvotime. Deri tani janë rinumëruar mbi 700 kuti, duke bërë të mundur verifikimin e saktë të gjitha votave. Në lëvizjen vetvendosi, Albin Kurti ka humbur 176 vota, ndërsa disa kandidatë si Glau Konjufca, Kuran Murati, Albulena Axhiu dhe Donika Gërvalla fituan deri 130 vota shtesë. Te Partia Demokratike e Kosovës Bedri Hamza mori 51 vota më shumë, ndërsa disa kandidatë të tjerë fituan qindra vota. Ndryshime ka pasur edhe në lidhjen demokratike, ku Lumir Abdigjiku humbi 12 vota, ndërsa Hykmete Bajrami, Ukur Ugova dhe Eduard Sakica Xhelili fituan më shumë. Te Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka një vot më shumë, ndërsa disa kandidatë të tjerë fituan 10 vota, përveç Bek Berishës që ka 2 vota më pak. Një deklaratë e pazakontë ka ardhur nga Kopenhagen, ku Rasmus Jarlov, antar i Parlamentit danez dhe kryetari i Komisionit të Mbrojtjes, ka paralajmëruar se çdo përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të aneksuar Grönlandën do të përbëjë një akt lufte ndaj Danimarkës. Ndërkohë, shefja e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, Kaja Kallas, deklaroi se Unioni nuk do të hyjë në konflikt me SBA për Grönlandën, por do të mbrojë interesat e saj dhe sovranitetin e Danimarkës dhe Grönlandës. Ajo thekson rëndësinë e unitetit dhe të qëndrimeve të qeta, duke vënë në dukje se tonet kërcënuese nga Donald Trump rrezikojnë stabilitetin dhe pasurinë e të dyja palëve. Kallas shtoi se SBA, Danimarka dhe Grönlanda kanë zhvilluar bisedime të drejtë për drejta, por toni i tyre është kyç. Ajo gjithashtu akuzon Rusinë dhe Kinën për përpjekje për të minuar sigurinë në Arktik dhe bën thirrje që SBA të reagojnë si pjesë e NATO-s. Franca ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë të paktën në këtë fazë në bordin e paqes të iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump për menaxhimin e fazës pas konfliktit në Gaz. Zyrtarët francezë shprehin shqetësim se një strukturë paralele me OKB mund të minojë institucionet ndërkombëtare dhe të rrisë përçarjen diplomatike. Bordi ka ftuar gjithashtu vende si Rusia, Bielorusia dhe Tajlanda, gjë që ka shkaktuar kritika nga shumë kryeqytete perëndimore dhe nga një zyrtar izraelit. Trump reagoi ashpër ndaj vendimit të Francës, duke e minimizuar refuzimin dhe duke kërcënuar me tarifa doganore 200% për verat franceze. Pas këtij kërcënimi, Trump u shpreh besim plot se Macron do t'i rikthehet bordit të paqes. Presidenti amerikan Donald Trump kritikon vendimin e Britanisë së Madhe për t'ia kaluar ishujt Chagos Mauritiusit, duke e cilësuar si një akt të madh budallallëku. Ai tha në postimin e tij në Truth Social se ky vendim është një nga arsyet pse ai dëshiron të marrë kontrollin e Grönlandës. Përplasja Trump-Starmer nxjerr në pa tensionet në marrëdhënien historike SBA-Britani. Trump kritikon qeverinë laboriste se po dobëson interesat perëndimore dhe se Londra nuk rreshtohet automatikisht pas Washingtonit. Starmer nga ana tjetër kërkon dialog, koordinim dhe pavarësi politike, duke mos u bërë thjesht zgjatimi politikës amerikane. Kjo tregon se ajo që dikur ishte aleancë strategjike, po shndërrohet në marrëdhënie transaksionale të kushtëzuar nga temperamenti i presidentit amerikan. Paradoksi është se përpjekjet e Trump për kontroll shtojnë distancën e aleatëve, duke e kthyer marrëdhënien speciale në një slogan të vjetruar që nuk bind më.
Në garën e slalomit gjigant në Kronplatz në Itali, skiatorja shqiptare Lara Kolturi u rendit në vendin e 20, rezultati më i dobët për këtë sezon. Në zbritjen e parë ajo u rendit e 22-ta, ndërsa në zbritjen e dytë përmirësoi kohën duke u ngjitur me 2 pozicione. Kolturi mbylli garën në vendin e 20, por pavarësisht këtij rezultati, 19 vjeçaria vazhdon një sezon të suksesshëm, duke u ngjitur edhe 4 herë në podium më herët.